E ardhmja NATO-s, aleancës më të fuqishme në botë, tani duket e paqartë. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka thënë gjatë fushatës se pakti i sigurisë është i vjetruar dhe ka paralajmëruar aleatët evropian se nuk do të mund të përfitojnë më nga mbështetja e pakusht e SBA-s. Shikuesë nderuar, përshëndetje. Deklaratat e Trumpit se administrata e tij do të vë kushte financiare për mbrojtjen e aleatëve të NATO-s janë parë si të rrezikshme. Nëse NATO nuk është më pengesë, atëherë asgjë nuk e ndal Rusin nga përdorimi i mjeteve ushtarake për të destabilizuar shtetet evropiane, thonë vëzhguesit. Këto shqetësime ka bërë përpjekje t'i ulë presidenti në largimi i SBA-s Barack Obama. Ai ka thënë se Trump do t'i respektojë aleancat ndërkombëtare të vendit. Obama ka folur në prag të vizitës që ka realizuar këtë javë në disa vende të Evropës. In my conversation with the president-elect, Në bisedën time me presidentin e zgjedhur, ai ka shprehur interesim të madh për ruajtjen e marrëdhënieve tona strategjike. Dhe një nga mesazhet që do të përçojë është përkushtimi i tij për NATO-n dhe aleancën transatlantike. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Trumpit që të qëndrojë prapa aleatëve evropian, duke thënë se sigurisë perëndimore i kanoset rreziku më i madh në një brez. Në këto kohë të pasigurta kemi nevojë për një leadership të fortë amerikan, ndërsa evropianët duhet të ndajnë pjesën e barrës. Të vepruarit vetëm nuk është opsion, ka shkruar Stoltenberg në një tekst autorial për britanikën Observer. Është vërtet se shumica 28 vendeve anëtare të NATO-s nuk e përmbushin kushtin e investimit në ushtri prej 2% të bruto prodhimit vendor, por shumë prej tyre kanë kontribuar me forca në luftrat e SBA-s në Afganistan dhe Irak. Këtë javë, shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se Agjencia Evropiane e Mbrojtjes do të rrisë buxhetin. Mund të njoftoj se për herë të parë, qysh nga viti 2010, kemi vendosur për një rritje të vogël të buxhetit të agjencisë. Është ende rritje simbolike, por ndodh për herë të parë në 6 vjet. Rusia në vitin 2014 ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Ka frikë se ajo mund të jetë duke fërkuar duart edhe te Polonia dhe shtetet baltike. Nisur nga kjo, NATO do të dërgojë 4 batalionet armatosura në veri të Evropës për të forcuar mbrojtjen. Buroja që NATO ja ofron në botën nuk është e panjohur. Aleanca, që sot përbëhet nga 28 vende anëtare, është formuar qysh në vitin 1949, fillimisht për të bllokuar zgjerimin sovjetik në Evropë. Në vitin 1999, NATO ka bombarduar objektivat serbe në ish Jugosllavi me qëllim që të jepte fund luftës në Kosovë. Kjo ka qenë hera e parë që NATO ka intervenuar për të shmangur një katastrofë njerëzore jashtë kufive të saj. Intervenimet të tjera madhore të NATO-s kanë ndodhur në Bosnjë, Afganistan, Irak dhe Libi. Hera e parë dhe vetme kur NATO-ja është thirrur në artikullin 5, i cili thotë se sulmi ndaj një vendi antar është sulm ndaj gjithë aleancës, ka qenë pas sulmeve të 11 shtatorit në SBA. Në luftën e përbashkët kundër Al-Qaidës dhe talibanëve në Afganistan, partnerët e SBA-s kanë humbur qindra ushtar, por me fitoren e Trumpit, ndryshimet ndjehen në ajër. Qëndrimi i tij, Amerika e para ka friksuar disa, ka trimëruar të tjerët. Shohim se si ka reaguar ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen. Nëse Donald Trump do që t'i vë interesat e SBA-s në vend të parë, një qasje më e ashpër ndaj Rusisë është e nevojshme, ka shkruar Rasmussen në Twitter. Gjykuar nga shenjat e parë, marrëdhëniet SBA-Rusi do të jenë më të ngrohta nën administratën e Trumpit. Ai tashmë ka biseduar në telefon me homologun rus Vladimir Putin, të cilit i ka thënë se do lidhje më të forta me Rusin. Derisa NATO insiston në dialog me Rusin, Rusia e sheh atë dhe zgjerimin e saj si kërcënim. Rreziku i përballjes së dy bloqeve është ende i besueshëm. Se si do të zhvillohen gjërat mbetet të shihet, por analistët i sugjerojnë Trumpit që të vazhdojë mbështetjen pa kompromis për NATO-n, nëse do që t'i çojë përpara interesat afatgjat të SBA-s, sigurinë dhe ekonominë. Për më shumë rreth kësaj teme, lexoni lajmet në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të rejat e fundit mund t'i gjeni edhe në llogaritë Radio Son, në rrjetet sociale, Facebook e Twitter.
Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ekspozen mund ta ndiqni çdo të premten në orën 20 dhe në televizionin Dukagjini. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.